kujtoj kur për herë të parë na ndalë rryma. Dhe atë eksperiencë nuk e kisha më herët. Fiks. Po ishte diçka interesante. Mirë se ardhët në Tipi Talks, vendi më i ri ku kena me folë me njerëzit që e kanë ndërtu prej fillimit Tipi Kosova dhe po vazhdojnë me e qu përpara. Unë jam Zana, shumica për juve ndoshta keni mujtë me mpa duke majt intervista në TP. Sot kena me fillu rrugtimin ton me një njeri që ka qenë aty prej fillimit, prej ditës së parë, një histori që pak kush mundet me rrëfy. Le t'i japim mirëseardhje Faton Berishës. Faton, mirë se ke ardhur. Faleminderit Zana, faleminderit për mundësinë, edhe faleminderit edhe juve për bashkëpunimin dhe mundësinë e rritjes së Tipi Kosovës. Po kemi fillu në 2017, edhe Para se me fillu kështu tamam me na kallëzu storjen tane, Faton, që tash unë e t'njoh shumica t'njohin. Shumica po thon, po ka edhe shumë njerëz që ndoshta nuk mujnë me ditë sakt kush është Fatoni. Tregom prej ka vjen Fatoni, që shukon ndoshta pak edhe fëminia jote. po, patjetër. Atëherë Fatoni vjen prej Prishtinë. Në moshën 5 vjeçare, si shumë tjerë kemi migru edhe ne në Gjermani, për shkake apo rrethana të asaj kohe. Në Gjermani kam jetuar mbi 10 vite. Në 2001 jemi kthy prap në Në Kosovë. cilin vend në Gjermani ke qenë? Ka qenë në Vallçut, thirret, është kufi me Zvicër, krejt poshtë, Baden-Württemberg. Në Gjermani, shumica që kanë qasje në Gjermani apo njohin Gjermaninë e njohin atë vend. Edhe atje po kom vizitu shkollën deri në klasën e 8, edhe kom femërin, kom shumë shok atje, një pjesë të familjes se kom prap në Gjermani, do me thonë kena kojo një lidhje të fortë edhe me kulturën, edhe me gjithçka që na lidh me Gjermaninë. Edhe njëjtin apo pak a shumë një kulturë gjeta edhe këtu kur erdha pe Gjermanisë. Do me thonë, Faton, ti e kthy me njëherë si shumica që janë kthy mas luftës. Po, 2001 prill ka qenë mas luftës, atëherë vazhdova këtu shkollën, në shkollën. Sa vjeçar ke qenë kur ke 14 vjeç. 14. 14 vjeç. Që shë kujton qatë ditë nashta kur je kthy prej një vendi që është konë shumë ma përpara, edhe më u kthy me një vend mas luftës. Shumë interesant. Ishte shumë problem në fillim, po edhe interesant. Kujtoj kur për herë të parë na ndalë rryma. Dhe atë eksperiencë nuk e kisha më herët. Fiks. Po ishte diçka interesant në moshën e re. Edhe mendoj, po edhe si person, jam një person që adaptona shpejt. Edhe atëherë sikur që gjithë tjerët edhe ne kemi jetuar në këto kushte, në këto rrethana. Edhe po mendoj që ka qenë një ndrim shumë i mirë, në fund, muj me thonë. Tash krejt, sikur neve që jemi kthy prej Gjermanisë në atë kohë, pyetja më shpesh nashta që është bo, a i kira pishman që je kthy? Jo, absolut jo. Edhe jom shumë happy që ka ndodha jo, se mundësit për më kthy prap në Gjermani janë shumë të mëdha. Po unë nuk po du me bo atë hap, apo atë fillim të ri, jom shumë okej në Kosovë. Edhe po besoj edhe shumë tjerë që njëjtë mendojnë siguron. Në 2024, kur për herë të parë Kosova u liberalizu, neve kemi mendu që kanë me ikë shumë. Edhe e bonëm planin strategjik që çka nëse ndodh, nëse për një me na ikin potencialisht punojnë si tanë, se gjithë prej tyne folin gjermanisht në shumë mirë. Erdhi janari 2024 nuk ndodhi asgjë. Do me thonë prap, na me kështu shumë numrat, apo e lën dikush punën, apo ik dikush jo, ishte shumë një numër shumë i vogël, që kim pas edhe më herët. Atëherë thëmë nështë pej prillit, shkoha me mirë, fillon njerëzit me punu, hapen punët atje, po jo prap në prill ishte e njëjta. Do me thonë nuk kanë diku Kur gjë, do me thonë? Kur gjë në aspektin me punëtorë tonë, unë mendoj që kushtet që i afrojnë a ne, nëse fell e bon një analizë, nuk ja vlen edhe me shku. Sidomos nëse kena shumë raste ku burri edhe gruaja e folin gjermanishten. Edhe kur ti bëjsh bashk kushtet që i marrin dytë, po, nuk ma mërmendja në Gjermani, me gjithë se ka shumë edhe role apo pozita tjera që mundesh me fitu ma shumë, po në qofë se këtu në Kosovë kini banes tane, kini shpin tane, edhe dytë punojnë, do me thonë burri, edhe gruaja, edhe i ki këto kushte, këtë ambjent këto, këtë s'podish me thonë ngrohtësinë e njerëzve këto, nuk ma mërmenja që njerëzit po marrin hapin për me ikë prap në Gjermani. Okej, ti ceke paka shumë do benefite cilat veç i ka të pëja, po
qysh u kon dita jote e parë në TP? Se ti tash na po folin për një para 9 viteve, nëse nuk... Para 8 vite, para 8 sakt, viteve. 2017 po. Qysh e kujton Fatoni ditën e parë në TP? Shumë interesant. Hera parë që aplikova për një film globale, Okej. edhe u pranova një film globale. Filmat më herët ishin lokale, ishin të Kosovës, dhe para se me nis dita e parë, veç fillojshin emailat me ardhë, përgatitjet për ditën e parë. Ditën e parë e kujtoj, ne kemi qenë 6 menaxhera, e kemi pas një udhëtim në Shqipëri, do të thonë Tiranë. TP-ja në Shqipëni është shumë e suksesshme, shumë e madhe dhe operon qysh nga viti 2005, do të thonë kam provojnë shumë para neve. Edhe ishte dita e parë atje takimi me CEO-n e Shqipënisë, e bordin ekzekutiv, dhe ne nuk e paramendum që qysh ditën e parë kemi pas me ne këto takime. Po ishim një grup shumë i mirë, edhe pritja ke shumë e mirë, supportin që na ka dhënë tipi Shqipënia ka qenë shumë e madhe, domethënë na ka ndihmuar shumë, sidomos në vitin e parë. Fiks se bashkështu ta bë pyetjen, a e man mend ndonjë sfidë? Cila ka qenë sfida jote që e kujton qysh në atë kohë kur ke filluar? Sfida ka pas shumë. Ishte për herë të parë CK dhe më herët që po punoj për një kompani globale që i ka proceset e veta, proceset që funksionojnë, edhe që për një me do të mi adaptu se funksionojnë, edhe ishte edhe klienti i parë, që kemi pas do më thonë trajnimi për klientin e parë, po ishte edhe sfidë për punojësit e parë, atëherë në atë ku 35 punojësi i kena rekrutu, edhe për ata u konë diçka e re, do më thonë hera e parë. Po, bile e majnë mend se që atëherë do më thonë mirë po thu 35, atëherë i kemi cek erste vele, zweite vele, tash s'kemi shansa ma mi cek. Jo, tash vele në ashta 150, edhe shumë mirë se jemi bashkë, do më thonë, këtë rukëtim për i fillimit zonë. Edhe ishte edhe për punojësit tonë diçka e re. Telefoni nuk bën me marrë në salë. Ma heret nuk ishin mësu kështu. Pauzat ishin me orar, kur me dojnë pauzë. Do me thonë, po, këto nga ona kontrates i kemi mbaj gjithë, po ishin edhe do regula, tamon e një filmës globale, që për shumicën e punojësve tonë, po edhe për neve, ishte diçka e re. E re, okej. Edhe nashta pak vështirë mu adaptu në fillim, po me ko e kam po që është ma mirë, kur i ki tonë këto regula, ka pas shumë kolegë që nashta e kalon të pinë, po ju në këthy prapë se kanë thonë qëto procese, qëto nuk i gjenë tjetërkon. Nuk i gjenë tjetërkon, edhe prapë ma mirë mu adaptu me këto regula, mu konë fer firma ndaj punojëse, po dhe punojëse ndaj firmes, edhe besoj mas mirë ti është mi u përshtat regullat e TP-s, po edhe regullat e Kosovës, që ligji punës, na i bojmë të dyjat, edhe po besoj në fund është edhe për punojësin tonë, ma mirë. Ligje që e mbronë. Okej, po, sigurisht që po. Tash, te kujtove pak për një me para 8 viteve. A i ke menu i ceke pak do sfida, që është shumë normale kur fillon diçka të re. A i ke menu atëherë që TP-ja ka me arritë sot këtu ku është? Me të thonë drejten jo, edhe nuk ka qenë edhe strategjia e TP-s në atë po, do me thonë objektin që i këna morë, sajtin që i këna morë ka qenë për 600 vetë, i dediku. Edhe me thonë drejten, kur i këna posë 35 punojësit e parë, thash, po qysh mu bona 600. Me thonë këtu sfida në fillim që i kemë posë, e kemë posë klientin qysh pe i ditës parë në Prishtinë, që na ka supportu, na ka ndihmu, na ka kontrolu pe i ditës parë. Edhe kur i pajshe tonë këtu sfida që i kime 35 punojës, qysh është tani ajo kur i ki 600 punojës. Ne tani këta 600 punojës i arritëm qysh në vitin e dytë, edhe sot i kemi ofër 2000 e punojës, ku po është një sukses tepër i madhë, edhe falenderoj shumë TP-n që e mur atëhere hapin me orë në Kosovë, si film dërë të pakta në ato globale, ku sot po menoj edhe kjo industri ka ndryshu për të mirë, i shumë edhe kompani tjera, cilët edhe ato e bojnë një punë shumë të mirë. Do me thonë, kjo industria e BPO-s në Kosovë është shumë e zhvillume, edhe Kosovë është bërë një vend shumë atraktiv për firma tjera, jo vetëm TP-ja, po edhe për firma tjera me ardhë me investu në Kosovë, edhe rinia jonë me shfrytëzu këto firma mu zhvillu në karierë, mi pas do kushte ma të mira, për para fatkeqësisht call centerat në atë kohë që shuqyshin nuk e kam pas një feedback mirë, njëjtë ku mendu edhe one,
sot mujna me thonë që gjithë kurset e gjermanishtes janë plot. Ndoshta nuk ka profesora gjermanishtes, so ka njerëz që duhen me mësu gjermanishten, po. Edhe kjo na bën edhe neve që të ngritemi gradualisht. Dhe është shumë interesant kur të pajsh rinin ton, qysh është gjendje me mësu nështë të gjuhën pe kursit, pe televizorit, edhe gjdo ditë me përmirësu, gjdo muj me përmirësu, që me ardhë në atë nivel ku ne mundëm mi rekrutu, të jedin zonë që ne punojna vetëm me filmat më të mëdhoja globale, do më thonë ja bojna shërbimin për filmat më të mëdhoja, edhe atëherë profili, du të me qenë, sakt për qëto kompani. Po, për kriteret. Po. Ti e ceke zhvillimin në karjerë. Kur thu zhvillimin në karjerë, qysh ka ecë roli ytë profesional, prej asaj kohe, deri tash këtu ku je? Shumë interesant. Shpesh, kur e mendoj, e la krejt, thëmë prit, se ka halo hapsin për ma shumë. Po, në 2017 fillova si supervizor. Kjo është roli që shquhet në TP, apo menager. Kom pas një ekip e 15 agentave. Tani në 2018 e mora pozitën e menagerit resurseve VFM-it, do me thonë planifikimin e punojësve tonë. Në fund 2018 e mora edhe rolin e menagerit projektit, apo në atë kohët e u quike ACM, i kom pas dikun 100 punojës, edhe 7 supervizora që kanë raportute une, u kom quality team, training team, edhe 2020, atëherë tu zhvillu edhe ekipa, edhe projekte, mu është ofru pozita e drejtorit, mu i me thonë, apo CCM, në botën e teleperformancës. Isha përgjes për projektin Sky, ofër 300 punojzve, edhe përgjes edhe për komunikimin me klientin, raporte që i kemi pas javore, të performancës. Atëherë kjo ishte një hap shumë i madh, që unë e ku mendu, ndoshta mas 5 vite, 7 vite vjen ajo kohë nëse gjithçka shkon mirë, po ajo ndodhe mas 3 vite, më është ofru pozita. Edhe në 2022-ën, veç i mora në menaxhim edhe disa projekte tjera, mu është ofru pozite e vice presidentit. Që nashta me përshku pak ma thjesht, ose strukturën e teleperformancës. Teleperformanca i ka 500.000 punojnës. Ta është pa tjetër dush me pas një strukturë shumë të fort, proceset shumë të forta, për mi menaxhu. Do me thonë me 500.000 punojnës në gjithë botën jena dikun mes kompanive të 20 më të mëdhaja. Edhe fillon do me thonë supervizori, janë njëjtin hierarki edhe quality, collective qualities, training, apo edhe ata që i bojnë planifikimet e njerëzve. Tani është project manager, që e u theq komplet projektin, e ka përgjësin e projektit, do me thonë lider i projektit. Edhe mbi project manager është drejtori, apo CCM-i, cilët i ka disa projekte tjera që i menaxhen njëkohësisht, mandej vjen pozita e vice presidentit. Do me thonë, unë jam përgjegjës dikon për 7 klienta, janë mi 1200 punojnës. Në këta klienta kom edhe një klient që është operon në Gjermani, po që menaxhohet pe Kosovës, do me thonë është në ekipën tem ajo projekt. Edhe sot, po, jam që 3 vite në rolin e vice presidentit, nëse ma heret e mendoj a kish mujt me ardhë katë shpejt që ky rrugtim, s'kisha besu, po... A është, qka është arsyeja që t'ka shty, do me thonë, po muj me kuptu më pak në bazë përgjigjeve tua, po për krejt ata që nuk e din, me nejt 9-8 vite me një kompani, është kogja, janë kogja do vjetë. Qka t'ka shty ty sakt me nejt, mundësia e zhvillimit që veç e ke pas, apo qka tjetër? Po, sakt mundësia e zhvillimit, muj me thonë korekcia, edhe besimi që ma ka thonë kompania, ambienti që e kemi, kolekt, në shumë që e kemi, që punojna ditë për ditë me ta, do me thonë shumicën e kohë e kalojna në punë, edhe qasja përmes TP-s në filma globale të mëdhaja. Do me thonë, nështë ta nuk shkon 1 muj, 2 muj, ku edhe kem vizita jashtë vendit, kryesisht në Gjermani, po këtë vetë kemi pas rastin edhe të kemi një vizit në Amerikë, një film globale, filma ma e madhe domene.
Edhe kjo ishte një eksperiencë shumë e madhe që nuk besoj nështë me një kompani tjetër që tu kish ofru që më kish mundësia. ofru kjo mundësi me shku me përfatësu një film apo një ekip të mrekullueshëm që e kem këto, do me thonë me njëherë Kosova nështë janë një vend i vogël, po gjitha ta kolegë në Amerikë e njofshin përmes performancës, përmes feedbackut të mirë që ja kemi jep, se kështu ku është sakt në Evropë nuk e dishin. Nuk e dishin sakt ku është, se Amerikanët janë në këtë botën e vetë në Amerikë edhe nuk ju intereson ashta shumë Evropa, apo Kosova, apo Ballkani. Edhe ishte një javë shumë e mirë, eksperiencë shumë e mirë. Mi ndo me kolegë në Amerikë, një botë tjetër, një punë tjetër u bojke, edhe mendoj është shumë e rëndësi kur të merë edhe atë frymë edhe atë eksperiencë edhe ndonë me kolegët këtu në ekip. Edhe muj me thonë, po është shumë letë me përfatsu vendin kur e ki një sukses. Qashto, edhe që ke mundësia që të është dhonë, të më thonë besimi që e tha, edhe korekcia që janë shumë me rëndësi me konë në një firmë. Edhe njëherë mos të harrojna ambienti që i kemi me kolegët këtu, do më thonë bashkëpunimin perfekt në gjitha departamentet HR-it, departamentet facility, gjitha departamentet që i kena një kolegët IT-s që e vojnë një punë fantastike. Edhe është një punë, uj me thonë që gjdo me nxes qohësh me një vullnet, me një energji të mirë edhe... Që kjo është kur thu ti 8 orë e ma shumë për një marren me kolegët punës në punë, edhe bohën komplet si kur të shpis. Si kur shpis, si kur një familje, kuptumi, cilat janë sfidat, cilat janë detyrat, kur në fillojna me nxes, po edhe kur kemi probleme, normalisht, kur është një kompanija që madhe, që vinë edhe problemet, edhe tash jemi hapshëm, kemi dikun 16 projekte në Kosovë, pa dyshim që dikun ka edhe probleme, po kryesisht, feedback është shumë i mirë, edhe prej klientëve, edhe ka ende shumë interesim të projekte tjera me arë në Kosovë, edhe me zhvillu biznesin e tyre në Kosovë. Në karjerën tënde, Faton, a i ki pas nëjë person që na nuk e njohim, apo që të ka zhvillu tash që kjo lideri që je, që ki marrë kësi tips and tricks, ose prej katë kalin që kjo me konë kështu lider? Atëre, unë e bëj gjithmonë këtë miksin e liderit dhe menagerit, dhe më thonë është mirë mi po gjithmonë dyjat bashk, po pa tjetër është më rëndësi më konë një lider i mirë. Po ka shumë njerës, sidomos nështë shefi aktual që e kam, po dhe shefi para prak, shumë për t'june kanë një eksperiencë shumë të madhe me kompani globale, edhe mendoj nështë taj miksi maj mirë është ajo eksperienca e një menagerit në Gjermani, mi 30 vite, po energjia këto që e kemi na në Kosovë, edhe ato që po dojna me arrit hala ma shumë. E që këj mix, kur bëhat bashkë, menoj që është shumë i sukses, shumë edhe unë e kom studiu menajmentin, unë pëlqem shumë fusha e liderit, edhe mu i me thonë që gjdo lider o ndryshe, pe i gjdo liderit më nëshme mësu, mësoj ende edhe sot shumë, është se kur unë duhe futbolin shumë, po kur të shenë futbolist që e ka një stil të mirë, një trik të mirë, e merë edhe ato. Edhe për menagjera, kur të shenë është një supervizor që ushe thesh një ekip, ose cilën taktike përdor, unë pëlqen edhe e adoptoj edhe ato. Më shumë qef me morë se gjdo lider o ndryshe. Kjo është targeti, ku dush me ardhë, po se të lider e ka atë formën e vetë, rrugën e vetë që e përdor, edhe po besoj është më shumë rëndësi mja e dhonë edhe hapsinit liderit projekteve, vetë me menagju ashtu ekipin që është mendon, normalisht mu majtë në proceset që i kemi, proceset që janë në TP, mu i me thonë, nëse 70% përmbash që ato, nuk mundet me ndodhë në eskalim. Po nëse edhe 30% e bjen një inovacion, je pak fleksibel, je pak kreativ, atëherë mund është me dalë edhe mi targetet që t'i jep klienti. E kështu që po, kena shumë talente, është shumë rëndësi të ne e kemi edhe projektin Jump, ku i zhvillojnë a talentet tonë. Edhe me një ekip me 2000 punojnës, pa tjetër që t'vynë shumë menagjera, shumë talenta. Tash në TP e kemi bo dhe matjen e fundit, ku delë që teste... Ti e cek, më falë Faton, e cek e Jump, se po du me unatë e kjo pjesa, se na mrena e dim, ka është Jump, po qa është Jump për tjerë që nuk e din? Po, shumë pyqe mirë. Atëre Jump
është procesi jonë ku punonjësit tonë mund të regjistrohen, edhe jo në ashta rolin e agentit, edhe thonë në kom potencial për një supervizor, për një trajner, për një project manager. Atëherë se cili prej tyne intervistohet, e bo një test që është dikon ofër 4 orë ndoket, që me pas sakt, në është i ka thonë jam për supervizor, po është më shumë për trena. Edhe ai test më jep indikacione ku mujna... Ku është qaj person, dhe më thonë, edhe unë vetë kom marrë pjesë në 2017 në Jump, kom pas mundësinë pastaj me drejtorat kryesor, me bisedu, me mojt një intervjist, apo një small talk, veç kush është atoni. Këtë vazhdojna ende, do më thonë, në TP në Kosovë kena mbi 300 menagjera që janë aktiv. Gjithë prej tyre vinë prej TP-s. Do më thonë, e kena edhe këtë historinë tonë që kemi mundësinë, për nojzve tonë mi adhonë mundësinë, mos me marrë dikon në është ekstern. Dhe më thonë mrena për mrena me ingrit njerëzit, Po, ashtu, gjdo pozit hapet. Tani veç kemi fillu edhe pozitat globale në Kosovë mu hapë, ku kemi edhe shumë kolegë që punojnë për ekipin globale, do më thonë, jem për shpis, e kanë një rol global, edhe e menagjojnë një ekip, do shta në Gjermani, apo edhe një shtet tjetër. Projekti Jump është diçka shumë e mirë, me thonë, për një kompani, ku nëse dikush mendon që nuk po shikohet talenti tina, performanca e tina, është ajo do këtë bëhet një herë në 6 muaj. Ku tani ne e marrëm atë kolegë, e këshyrëm performancën që e ka pas, e këshyrëm të në vlerat, edhe mundohemi me afru, nështë me një pozitën tjetër, kur vjen edhe nëse tregohet me i miri në intervista, atëre pa tjetër që e fiton edhe pozitën. A ka ndryshu kultura e TP-s me ato para 8 viteve? Si pas teje? Po, muj me thonë ka ndryshu në aspekt pozitiv, edhe tani veç e dina gjithë që jena të punu për një kompani globale, e dim proceset, edhe kultura mrena për mrena është shumë e mirë, është edhe feedbacku që e morëm për klientave që na vizitojnë shumë, të pak të një herë njavë të kena një vizit për njën për klientave, edhe janë të fascinum. Po, se përjetojnë qëtë emocionin, qëtë knaqësin që e kanë shohen të në qashto. Edhe ftohen, ashtë edhe pe agenteve për një darë, për një kafe, ku muj me të thonë që nashtë edhe bojnë gara, kush marrë në Kosovë, që me vizitimi kalu 2-3 ditë në Kosovë. Edhe është një feedback gjithmonë shumë i mirë që i marrëm pe klientave dhe gjithmonë dhe i ofrojmë hajde një vizitona, se nashta Kosova nuk e njohin ku është, shumë e korelojnë me luftën që ka ndodhë atëherë, edhe se një shtet halo ju i zhvillun, po kur vinë... E shohin që është krejt ndryshe. E shohin që është krejt ndryshe, e shohin që ka një energji shumë të madhe, edhe e shohin që këta janë njerëzit që konsumatorët e këty një klientave pi shërbejnë shumë mirë. Pjo ofrojnë ndihmë. Në momentin që i thirrin telefon, i marrin ofër, këshyrin edhe problemin që e kanë me u zgjedh, edhe atë që kjo është arsyeja atyne. Shumë mirë. Po ishtë tani një kalkulim me çfarë çmimi operojmë ne, edhe në çfarë në Gjermani, atëherë po besoj që përfitimet janë të dy anëve. Para se më arte fundi, a e kujton faton në i moment funny, ose në i moment emocionus për këto vite që i ke pas? Ka pos shumë, zonë. Ka pos shumë. Qa muj me të cek e vitin e kalum, ishte një iftar. Edhe më ka ftu një koleg, një agent i jone, e ka bo me një otë tradicionale, ishëm të kun 50 vetë, edhe po shkova, mase që u kryu iftari, gjitha ato ceremoni që i kena, atëherë u bonëm bashk, edhe janë nisëm tash po, se cilë me të regu ka një story, edhe mu i me thonë nuk e kujtoj na i di që kom kesh ma shumë se qatë natë. Ka dhe shumë tjera e më raste, për shambull, e kemi pas ku klienti unë Sky pa dhuru 2 here, 3, edhe njone pej tyne, do me thonë ishte me njëherë mas Covidit, njone pej tyne shkoj para Covidit në Gjermani për me ble një kerë, erë mundësia me ble një kerë. Edhe në zuni Covidit, në Gjermani nuk mujti me ble kerën, me të paker u këthym Kosovë. Vazhdoj me punu të ne, edhe ne kishëm ka fundi vitit, ku ishëm dhuratat, edhe pikrish ai person e fitoj. Do më thonë, u konë diqka shumë e mirë, edhe ju ngëzu shumë që është bashkë qaj person që kishtë në ashtë edhe nevoj për atë kerë, apo për atë vetur, edhe ka shumë, mu i me thonë që edhe shumë probleme i ndojna bashkë me punojnë se të mundohëm i afru ndim,
Ne që sa vite, për shembull, edhe nëse dikush me kandidateti nuk është mirë, ka 6 vite që veç i kem sigurimet për gjithë punojësit tanë. Domethënë jo vetëm menaxhmenti, po prej ditës parë kemi pas për gjithë. Po. Edhe mundohem çdo aspekt mi suportu, mi ndihmu, edhe po ka shumë histori, edhe në libër mundesh më shkruaj, me thonë. Libra, bravo, se bashkë ashtu dalë nëse veç i shkru një libër për TP-n, domethënë. Okej. Qysh i shkon titulli ose kapitulli i librit për ty. Qysh e kish pas emrin? Kapitulli është po kom vështirë ashta me gjeta, po titullin, se nuk jam i asaj fushë. Po muj me thonë që aje liber, nëse e mërë pej ditës parë, kishte me qenë shumë interesant me lezu, me gjithë provojat që i kemi pas, të gjithë problemet, një provoj shumë e madhe, muj me thonë ka qenë edhe Covid-i, kur veç na erdhë lajme se duhet gjithë punojnësit me shku për shpis, mos me punu më në sajt, ne nuk e kishëm ende atë strukturë me punu për shpis, do më thonë gjithë punojnësit i kishëm diçka e re për krejt. Në objekt, po. Edhe kemi arrit mbena për 48 orë gjithë punojnësit tanë mi quna për shpia. Edhe jemi kom të partë në Evropë, në TP, që kemi arrit këtë sukses. E moj men ditën e fundit, do më thonë, kur asni punojnës nuk gudzoj kemi punu në sajt, i dërgum krejtna për shpia me pajisje, edhe e patëm lonë një takim me menaxhmentin në ora 11 natës, që më marrë një konfirmim për i gjithve që gjithë punojnësit po funksionojnë, gjithë janë të shpia, tona, do më thonë, gjithë kanë qasje në server, edhe të nesër muj me fillu punës, edhe ajo u koni një moment shumë i mirë, muj me thonë, se e dishëm qofë se që tash nuk bon, edhe nuk i ngatë shumë me punu, nështë të s'kime mujtë me punu për s'disa muj. Në olin të ardhnat, ishte ajo farë kriza e Covidit, që për gjithë u konë diçka e re, edhe po, tani keni menaxhim ke ndryshe, për shpis, ka funksionu perfekt, ende vazhdojmë me punu për shpis, do më thonë 60% e punojnësve tonë punojnë për shpis, ja udhojna mundësin me punu për shpis, edhe dikun ofër 40% i kena në sajt, që punojnë se dikush nështë edhe nuk i ka kushtet, nuk i ka një dhomë për vete që mundet me punu, edhe i kem pjesën tjetër i kena që punojnë për objektit. Nëse është pak problem me gjithë titullin e librit, apo diçka, qëfar superhero i shkon të pëja nëse i shkon superhero? I shko një superhero, apo muj me thonë një personazh shumë i mirë që i kisha lidhë me 2 faktorë, besimin edhe ngritjen. Për shembull, kur e merr një besim, nështë të lidhë pak me këto... Cili i shkon për i personazheve, i shkon ai Batman, a Superman, Një mix i gjitha atyre, edhe ku ende i besoj njerëzit. Do me thonë, TP-ja në 2028 i bon 50 vite, që operon, edhe gjithmonë ka shku të ngritë. Atëherë ajo e tregon edhe suksesën, edhe besimin ndaj kompanisë. E shumë shtirë është me mojtë për 50 vitet i këto. Na shumë nështë dikush një lider, apo një politikan, do shta 4 vite ka sukses, po për janë njës fillon e hup edhe në besimin. Në TP ka vazhdu vetëm një mungrit. Edhe ajo është një personazh shumë i mirë, që i ka gjitha se do mos besimin ndaj njerëzve, po njerëzit edhe për ta, edhe suksesin. Ku është një sukses i madh, edhe kushtet që i afrohen janë për një me të mira, për këtë arsye mendoj edhe që në çdo vend ku operon, shkon vetëm të ngrit. Për fond, Fatan, qa është këshilla jote ndaj atyne që vinë edhe dojnë me u punësu në TP? Po, kisha thonë me ardhë, zakonisht apo ju zonë i bojna këtu Open Doors Days, ku krejt e kanë mundësin me ardhë, të paktin me majtë një intervist, edhe na pastaj me shiku për cilin projekt është ky profil i këti personi, edhe nëse ka mundësin me fillu, për një me pej ditës parë, me fillu, mu angazhu, mi përcil trajnimet, kena trajnera shumë të mirë, që i bojnë trajnimet, se trajnere është pasqyre e para, po dita e parë që është në TP është trajnere. E vërtet. Edhe pastaj veç kanë qasje në projektet globale. Do më thonë, e kanë userin, për shembull, për firma më të mëdha botërore, edhe telefonojnë apo punojnë për këtë klient. Tani vjen edhe padyshim me një punë të mirë, me një angazhim të mirë, vjen edhe mundësia u ngrit në pozitë. Edhe mendoj, nëse ki një pozitë mirë, jeton në Kosovë,
edhe e ki një film aq të besueshëm që është afatgjatë, nuk është një film që mas 2 muajve edhe fillon ashta me hik punojnës. Mendoj që mundesh me bo një jetë mirë, sidomos kur e dina na që jemi populli më i ri në Evropë. Mendoj është koha më e mirë tani me fillu, me provu veten, edhe supporti nuk do të mungoj, edhe kushtet e mira nuk kanë me mungu. Krejt ata që se din gjermanishtën, kap mësone gjermanishtën. Ju thëm shumëve, po, mësone, investone, muj me thonë që në rrallë herë në kona i shtetë, si ku në Kosovë, ku atë shpejt edhe mësojnë. Janë qash fleksibë, do me së thonë, po shumica e punojnësve tonë i din 3 gjuhë. Ku në tjetër vend, ashta nuk e ki këto. Kështu që po, që vlena ashta dhe me cek, e kena edhe një bashkëpunim me ambasadën Gjermane, një aliancë, ku jemi edhe disa kompani tjera, njëjtës industri, ku po mundohemi nështë edhe me zhvillu në këtë aspekt, edhe nështë minimu, me thonë, shtetit apo ministrive, që me zhvillu këtë gjuhën gjermane, nështë me fillu dhe qysh ma heret, se Kosovën e lidhë shumë me Gjermanin, edhe momentin që këta 3 mësojnë gjermanishten, nuk kanë edhe nevoj me ikë pe i vendit, me nejtë vendin e vetë, të familja e vetë, me pas një punë sigurt, një punë të mirë, ku vlerësohen shumë. Qaja kryesorja? Muj me thonë, e ceka me herët i kemi 300 menagjera, Kosova është e vogël, mundin me pyet njëne për tyne, që shka qenë rrugtimi tyne, po besoj të zonë kemi vazhdu me podcast. Tash rrugtimin e kanë taman kështu pa filtera. Edhe mundet se cili me tregu atë storin e vetë, suksesit, o shumë interesante. Ku ti ndëgjojsh, që shkanë fillu, që shkanë zhvillu, edhe ku janë sot, o shumë interesante. Faton, kek shumë knarësi me të pas ty, sidomos për episodin e parë, misafirin e parë me njerin që nësha prej ditës parë për një me kemi njës bashkë edhe jemi këtu ku jemi, kështu që edhe shumë vite tjera inshallah, tani kena me bo mas 8 viteve prapë një podcast. Atëre faleminderit zonë, faleminderit edhe juve Human Power, Arionit, se edhe pa juve nuk po mendoj që kishë mujt me arrit këta 2000 punojës që kemi sot, është një bashkëpunim tepër e mirë që kemi bashkë. Edhe, po besoj për shumë vite tjera edhe shimi për mas 8 vite, apo? Faleminderit shumë. Faleminderit krejt juve që e keni pas mundësin me na ndëgju, sot me neve ke Fatoni.